për neve është shumë interesant me kuptu se çka dojnë atë, çka janë të dashtë atë. Unë nuk jam të marrë anë kurse si, po është shumë interesant me kuptu, se nuk i kuptojnë për çka nuk krinë kuvend edhe më konstituu parlamenti, me kriju institucionet që duhet më instituat. është për neve shumë çudi atë. Nuk e kuptojnë, me të vërtetë nuk e kuptojnë. Po nuk ja vlen, e kemi pa një skenar edhe ma herë, i kam bo 40-50 seanca përpara dhe s'kam pas sukses aty. Nuk duhet me bo film, me bo seanca pa kur për rezultate aty. Për mendimin tem është e mirë aty, le të merren vesh, le të thirrin seancën, le të krijojnë institucionet aty, kush i tjetër. Si qytetar nuk është në rregull. Përgjithësi duhet më respektu vota e qytetarit, hise veç sa i takon sa ka votu qytetari. Partia Demokratike po vepron në mbrojtje seancës ndërkaq nga lëvizja vendimore aktualisht nuk ka ndonjë zhvillim për seancës konstitutive. Çish e vlerësoni ju? Gabimet janë më të mëdha që duhet me dihet më bë bashkuar të gjitha, edhe me bë një sallë, gjitha partitë, edhe me këshyr çka po thet kryeministin detyrë si parti më e madhe, çka po i ofron edhe çka po pranojnë këta. Jo me dhon deklarata të veçma, mos me ditë na popullit çka po bëhet. Si e shihni veprimet e Partisë Demokratike që ka marrë që qëndrojnë në kuvend përkundër që nuk kanë? Nuk kanë rregull. Nuk kanë rregull. Pse nuk kanë rregull? Mujme na me folë çka domi, po duhet në qofë se këta deputet paguan për buxhetit Kosovës, duhet me najtë ungjën, jo me morë rroga me dollë për jashtë. Kur u konvenon, kur s'u konvenon me najtë mrena. Nuk është në rregull. Zgjedhjet mohon gjithkohë në botë, ka konkurrencë në zgjedhje, po mas mbrëmi duhet me u bashku për të mirën e shtetit. A mendoni që do të partitë politike shqiptare me arrit marrëveshje për çështjen e presidentit mes njëra tjetrës, duke qenë se këto është ndër politik? Duhet më marrë vesh, në asnjë mënyrë listë e serbe mos me dhon shans për deri sa punon kundër interesave të Kosovës.